Arbër Hoxha ka realizuar 2 gola ditën e shtunë. Dinamo Zagrebi fitoi me rezultatin 3-1 ndaj Varaždin, ndërsa sulmuesi kombëtares pati kontributin kryesor. Goli I parë I Hoxhës u shënua në minutën e 37, më pas llogariti mbylli në pjesën e dytë. Për të tashmë janë 5 gole në kampionatin kroat, ndërsa ka asistuar edhe 2 të tjerë. Dinamo Zagrebi vendoset aktualisht 1 pikë pas Hajduku të Splitit kryesues. Këto të fundit ndërkohë duhet të luajnë ndeshjen e tyre për javën e 14.